Po pse bëjmë ne trauma bond sipas këngës me një person që është më keq se ai tjetri? Përpara. Po trauma bond është tani një histori tjetër shumë e gjatë. Edhe vërtet se momentet vështira tani ka njëherë mundesh më kon shumë vet momentet vështira, po e ki një person që është aty për ty. Edhe ti automatikisht sistemi yt nervor e lidh atë person me shpëtimtarin ton. Edhe ti nuk mundesh më pa atë person. Domethënë momentet e tua të mira, të vështira e ki si zonë të rahatis atë person. Edhe kjo është trauma bonding. Dgjoj, ti shkove tek ai që ish më keq se ai, më i zi se ai, që thoshte më shumë rrena se ai. Sepse o përsërit cikli. Do përsërisë ciklin e trauma bondit, nuk dije, nuk e kishte kuptuar mirë veten apo si? Ciklet përsëriten se nuk e kupton që po jep ma shumë se që po merr. Edhe nuk e ke kuptu vlerën e vetës, edhe nuk edhe pilejon njerëzit me t'i kalu kufit. Atëherë përsëritet cikli. Edhe njeri e ndron veç, domethënë, formën e trupit, se është i njëjti person. Ti e takon të njëjtin person në trup tjetër, nëse ti nuk e merr mësimin. Ke mësuar të vendosësh kufit shëndetshëm? Po, kam mësu, me vendos, kam hala hapësirë për përmirësime, po goxha jam përmirësu. Edhe jam shumë krenare me veten, edhe po nina ti për relief. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.